Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na shpëtoi nga errësirat e ignorancës dhe na nderoi me dritën e ditorisë. S'ka dyshim vëllezër të ndershëm se pejgamberi Allahut na paralajmëroi që ish në kohën e tij se nga shenjat e kiametit është ngritja e ditorisë. Nuk nën kupton se ngritja e ditorisë ka pas për qëllim pejgamberi Allahut në këtë hadith, ngritja e shkencës dhe njohurive të dunjas. Nga se transmeton Imam Bejhaqiu që pejgamberi Allahut thot njeriu më I urrejtur tek Allahu Azza wa Jall është ky njeri I cili nuk ka moral dhe edukat, është I vrasht në bashkëpunim dhe ngrit zonin dit e nat. Dhe thot pejgamberi Allahu e përshkruajnë me një cilësi të nënçmuar që thot pejgamberi Allahut ngordhësir gjatë natës ndërsa gomor ndaj ditës. Dietari famshëm I kësaj dunjas ignorant ndaj ahiretit, që nën kupton që ta natën vëllezër të ndershëm, ai pushon dhe nuk ngritet që ta adhuron Allahun Azza wa Jall, ndërsa ka kuvet dhe fuqi që gjatë ditës që t'i shërben barkut të tij dhe barkut të tij t'i shërben dhe t'i shpërben komoditetit të tij. S'ka mundësi askush ata që ta mashtron dhe ta manipulon. Është shumë I aftë vëllezër të ndershëm. Dhe në këtë hadith e thot pejgamberi Allahut është që zonin më të lartë e ka në treg, mirë po është I painformuar për çështjet e ahiretit. Dhe besoni se kur e lexojsh me këtë hadith ne si studenta u çuditsh, si ka mundësi që njeriu të jetë në këtë gjendje aq I aftë të din çdo send për këtë dunja, e mos jetë I informuar me sendet elementare të dinit të tij apo të ahiretit të tij. Mirë po ja pre, na janim dëshmitar vëllezër të ndershëm se është arsyeja për çka se ne kemi lënë fjalën e Allahut Azza wa Jall, kemi lënë mësimin pas shpinës tonë dhe jemi shmang ndaj dëgjimit fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Para ajo që një ndër arsyet që më boni që të përzgjedhi këtë hutbë që të flas me një tematik shumë të rëndësishme bashkohore, para se të flasmi për ndodhit katastrofale që kanë fillu vetëm të ndodhin krizat në lindjen e mesme. Dhe ju e dini shumë mirë se para një vit ne kemi folë në këtë hutbë për Gazën në vendin e okupuar nga armiqtë e Allahut Azza wa Jall. Dhe ka ky vend kam thonë se me 7 tetor të vitit 2023 është rënu burgi më I madh në botë, që të shndrohet burgi për të kriminalët dhe udhëheqësat të cilët zhvillojnë lejo të ndershëm dhe derdhin gjakin e fëmijëve dhe grave të pafajshëm që të izolohen me një burg të madh. Mirë po asnjëherë s'u ka shkuar menja se ajo do të jetë në trevat tona. Për këtë arsye u lejo të ndershëm paralajmërimet e fundit që I dim nga mediat që do të krijohet një mikroshtet në vendin tonë nuk është diçka tjetër, vetëm se na e na ban më kureshtar, më të lartë që më të privilegjent që dim që Allahu than Kurani Kerim wallahu ghalibun ala amrih walakin akthar an-nas la ya'lamun. Këtë tokë mbizotron Allahu Azza wa Jall, nuk e mbizotrojnë lejo të ndershëm kriminalët që ata do transferohen prej atij që I burgosën vëllezërit tanë në Gazë dhe do të burgosën në këtë mikroshtetin e vogël me mbretin e atij të quajtur që të cilën e kanë shndëruar në Bab. Pra lejo të ndershëm për fat të keq, në vendin ton ata dojnë të strehohen, mirë po do ta dinë se do të ndodhin disa ndodhi që ne do të flasmi në hutbet e ardhshme, që paralajmëroi pejgamberi Allahu se kjo fazë do të kalon me një fazë të tjetër,
e cila vërtet do të ketë gjakderdhje të mëdha, mirë po triumfimi është i sigurt i muslimanëve, vëllezër të ndershëm. Sot është dita e mposhtjet e hipokritëve dhe diftirçave, që ka fillu vetëm këto ditë që të zhvillohet edhe me mos më të gjerë. Pra vëllezër të ndershëm, arsia që të nuk fola edhe për këtë temë që do të flasmi në mënyrë detaje. Mirë po ku është problemi, nga se shumë pysin dhe thoj, deri kur do të zgjate kjo, cilat janë shkaqet, vëllezër të ndershëm. Nuk janë ato faktor, as nuk janë ato shkaqet, jemi ne. Nga se Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim, dhalike bima kasabet yadak, wa anna Allaha laysa bidhallamin lil abid. Allahu Azza wa Jall nuk është ai i cili ban padrejtësi ndaj robëve të vet. Kjo është rezultati i veprave tona. Nga se vëllezër të ndershëm, ne jemi shumë aktiv që të gjindemi në çdo vend. Vetëm aty ku na ka lip Allahu Azza wa Jall nuk i jemi.